Mirëmbrëma Tetova, të nderuar aktivist të forumit të gruas, të forumit rinor, të nderuar aktivist nga Likova, Ndollnen, në Dibër, në Struk dhe në gjitha komunat ku garon Vleni, ju falenderit nga zemra që ishi ushtarët e palodhur që na sollët fitoren e madhe kundrejt zullumit 11-1. Vazhdojmë fuqishëm me dinën torë në fitoren që na pret që të fitojmë në çdo komunë ku ne garojmë dhe ta dini që nga raundi i parë sistemi i zullumit i lakit është error, nuk funksionon. Andaj për ju ka mbet sonte vetëm një detyrë që ashtu si keni qenë aktiv gjatë gjithë këtine muajve në fushat, t'i ftoni gjithë aktivistët të ju bëjnë ftesë se cilit qytetar, antar që graviton në komunat ku ne garojmë të dalën masovikisht të votojnë sepse fitoria është e padiskutueshme në anën tonë. Pasi që ne jemi me ju, jemi me popullin, jemi me të vërtetën, jemi me moralin, jemi me familjen shqiptare dhe andej është zullumi, andej është korupcioni, andej është amoraliteti, andej janë ata që shanë nënat shqiptare, andej janë ata që përdhosën derin dhe dignitetin shqiptar, andaj i bëj thirrje dhe Bajram Rexhepit. Dil, bënu burr dhe distancohu nga bashkëpunimi i Levicës dhe distancohu nga ato sharjet e blerim Bexhetit dhe Musa Xhaferit. Për ndryshe, 0 vota do të kesh nga tetovarët. Dhe nga dinën torit ta dini se ajo selia agje që ata e kanë shpall harem nuk do të figuroj më në Tetovën ton heroike të ndershme dhe krenare. Ju falemderit, na prifte mbara fitore.